Një skenë ftohtë dhune e përllogaritur në çdo detaj ka tronditur opinionin publik pas atentatit ku mbetën të vrarë Kreshnik dhe Gentiana Mujeci. Autorët e dyshuar, Florin Mhilaj, Adriano Mhilaj dhe Renato Mhilaj, nuk u fshehën pas maskave, por u shfaqën hapur të vendosur në një akt që sipas hetimeve mbante brenda një urrëtie të akumuluar prej vitesh. Sipas të dhënave, gjithçka ka zgjatur pak më shumë se 1 minutë. Minutë mjaftueshme për të marrë 2 jetë dhe për të rikthyer në sipërfaqe një konflikt të vjetër. Në pamjet e sigurisë, autorët duken të qetë, të koordinuar dhe të vendosur, duke vepruar me një gjakftortësi që flet më shumë se çdo motiv i deklaruar. Hetimet tregojnë se atentati nuk ishte spontan. Një automjet tip Audi A4 në pronësitë e Adrianos kishte ndjekur më herët lëvizjet e Kreshnik Mujecit, duke e mbajtur në nënvëzhgim. Më pas, një tjetër mjet tip Volkswagen Patarga i ka prerë rrugën qiftit, duke e kthyer rrugën në një skenë ekzekutimi. Breshëritë e plumbave nuk lanë hapësirë reagimi. Sulmi ishte i drejtë për drejtë, i shpejtë dhe pas një hezitim, një veprim që sipas burimeve hetimore lidhet me motive hakmarrjeje të hershme mes familjeve. Në prapavi qëndron një zinxhir ngjarjesh të dhunshme. Renato është djali i Gjens Mhilit, i vrarë në vitin 2016, ndërsa Adriano dhe Florin janë nipat e tij. Nga ana tjetër, viktima Kreshnik Mujeci dhe familjarët e tij janë përmendur si të dyshuar në një tjetër vrasje të lidhur me këtë konflikt. Një histori që duket se nuk është mbyllur kurrë, por vetëm ka pritur momentin për t'u rikthyer me të njëjtën ashpërsi. Aktualisht, 3 të rinjt janë shpallur në kërkim, ndërsa kontrollet e policisë në disa ambiente nuk kanë dhënë ende rezultat.